Ju njohi me shtypin e ditës e njëjtë 15 maj, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni: Parlamenti i ri, dominimi i Partisë Socialiste dhe tkurja e Partisë Demokratike, mandatet dhe lista e deputetëve. PS është partia fituese e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Socialistët kanë siguruar 83 mandate, prej tyre 46 deputet dalin nga lista e mbyllur dhe 37 nga lista e hapur. PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 50 mandate, prej tyre 43 nga listat e sigurta dhe 7 nga listat e hapura. 7 mandatet e mbetura ndahen mes partive të tjera, përkatësisht PSD 3 mandate, Partia Mundësia 2 mandate, Nisma Shqipëria bëhet 1 mandat dhe 1 mandat shkon për Lëvizjen Bashk, por si do të jetë kuvendi i ri dhe cilët do të jenë deputetët që do të na përfaqësojnë në legjislaturën e ardhshme. Në faqen 2 e gjeni të plotë këtë artikull. Nga paga minimale te pensionet dhe aeroportet, objektivat për mandatin e ri, mesazhi i Ramës për opozitën dhe partitë e vogla. Kreu i Partisë Demokratike, 11 maj grabitja më e madhe e votës në 33 vite pluralizëm. Mandat mbi krimin nuk do të ketë. Berisha Ramës dhurove 70 milion euro për 760.000 pensionistë, bandat në 10 qarqa. Rreth 440 milion euro si ndahen parat për 2025-ën, pensionat. Legalizimet, lista me 678 qytetarë që pajise me leje, të plot listën e gjeni në faqen 20 në brendësitë e gazetës. Nga Jurgji Kote vjen opinioni me titull Samiti një komuniteti pa identitet. Nga Piro Ahmeta do të lexoni Samiti i Europës më 16 maj, privilegj dhe sfidë serioze e Republikës së Shqipërisë. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Panorama. Ecim më tej me Telegrafin. Liderët botëror urojnë Edi Rama për fitoren. Liderët europian urojnë kryesocialistin Rama për fitoren e thellë në zgjedhjet parlamentare. Kryeministri Rama i përgjigjet mesazheve të Orban, Ursula von der Leyen, Macron dhe Antonio Costa. Damian Gjiknuri ndan momente emocionuese pas fitores së OPS-s. Faleminderit me zemër, kujdo që besoi tek Partia Socialiste dhe tek unë për Shqipërinë Europiane 2030, një muaj më parë kur fushata sapo kishte nisur, Gjiknuri premtoi tërmet duke theksuar se jugu është zonë sismike, ku takohen pllakat tektonike dhe efektet politike do të ndihen. Me votbesim masiv nga socialistët, Gjiknuri thye rekord në Vlorë, ku sipas përllogaritjeve i bie që me 207.802 vota që ka Partia Socialiste në qarkun e Tiranës, një kandidat që të barazojë Damianin në Vlorë duhet të marrë mbi 39.000 vota personale. Zgjedhjet e 11 majit, kush janë deputetët e ri në parlament në 12 qarqe dhe betejë në listën e hapur, ja favoritët për të mandatuar. Skandali zgjedhor, në fletët që janë pa kandidat por vetëm me parti, vota shkojnë tek emra preferencial të numëruesve. Opozita nuk i njohim zgjedhjet. Kreu i opozitës Ali Berisha niset sot në Bruksel për takimin e samitit të IDU-s. Ai ka paralajmëruar që nesër pasdite në orën 17 të gjithë do të jenë në protestë paqësore në bulevardin Zogu i Parë. Faktet tona për manipulimin e votave do t'i dërgojnë në Kongresin dhe Senatin e SBA-s, PS dhe KS. Ecim më tej me një tjetër gazet, dita çelet me kryartikullin Sekreti Socialisti 11 majit. Çfarë vren nëse e sheh me kujdes votën e Partisë Socialiste në Fier dhe në Elbasan, një analizë për të kuptuar më qartë çfarë ka ndodhur në të gjithë epokën e qeverisë socialiste. Që të mundet Partia Socialiste përballë tyre duhet një lider, një koalicion, një ide, të gjitha të dezinfektuara nga berishizmi. Kur ti kenë ato do të kenë edhe fitoren. Mirë është në dorë të Zotit të lëm vetëm Berishën, jo opozitën. Të njëjtët autori, njëjti justifikim, drejtuesit e PD-s nuk mbajnë përgjegjësi për humbjen. Njëjtë siç thot ajo shprehja e urtë popullore, ujkuqemen e ndëron por zakoni se haron, kupola drejtuese e Partisë Demokratike doli dje para mediave dhe akuzoi për katastrofën e 11 majit kundërshtarin dhe popullin. Dhëndri Donald Trump të shtunën në Tiranë, Jared Kushner pritet të vizitojë kryeqytetin shqiptar si drejtuesi i kompanisë Affinity Partners. Sipas agjendës së publikuar mbrom në media, do të mbajë një fjalim që do të pasohet nga Rama. Nga Arben Pollumbit e Dashei, kush janë 18 emrat më pak të votuar në 11 maj, në brendësi do të lexoni me Berishën edhe Zoti është në hall, partitë e reja nuk e rritën pjesëmarrjen, tabela dhe shifrat. Vendimi, kontrolli nga SPAK, gjykata e lartë pranon rekursin e vëllait Erion Veliajt. Nisja e vitit, 440 milion euro në skemën e pensioneve. Festivali Europian Shkodra Elektronike tërheq vëmendjen ndërkombëtare me stilin unik dhe guximtar. Dhe si gjithmonë në fund Panorama Sport.
Superiorja në lupën e Bajkos, ish trajneri i kombëtarës shqiptare dhe i Partizanit, analizë në 360 gradë, shkëlqyen në fush nga porta në sulm, zbulohet formacioni i yjeve. Të mira dhe të këqija 2024-2025 është sezoni i kontrasteve. 48 javë në krye, Egnatia dominon futbollin në çdo drejtim. Vllaznia, 3 kandidat për stolin, në dyshim Bala, ikën Karimanovici. Flamurtari, Idrizi bën aheng në Lagje, Osmani Ecuri në Vlorë. Opinion nga Besnik Dizdari, tregimi dramatik i një kampionati që nuk duhet të përsëritet. Projektuesi Njuej në Formula 1 vlen më shumë njerëzit. Vazhdoj me Itali, Bologna merr kupën, Milan i firmos dështimin. Spanjë, Reali nuk vdes, s'ka titull për Barcelonën. Mesfushori Virçë në Angli, City e Liverpooli gati ta vjedhin. Dhe Gjermani, Olise është terminatori i Bayernit. Dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.